Jetona Qafleshi, drejtori AKV-s Lidhja Prizrenit, njofton se ansambli po merr pjesë në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit Internacional Folklor Muzik Festival Aqaba Jordani nga data 13 tetor deri më 19 tetor 2025. Ky festival prestigjioz ndërkombëtar mbledh grupe artistike nga mbar bota me qëllim promovimin e bashkëpunimit kulturor dhe trashëgimisë shpirtërore të popujve përmes muzikës, vallëzimit dhe artit tradicional. Ansambli Lidhja e Prizrenit si përfaqësuese e denjë e Kosovës do të përfaqësojë me dinjitet folklorin dhe traditën shqiptare, duke promovuar kulturën tonë para publikut vendor dhe atij ndërkombëtar. Në tingujt e lotrave dhe curleve dhe përmes vallëve të pasura plot emocione, artistët tanë do të sjellin në skenën e hapur pranë detit të kuq në Aqaba atmosferën unike të trashëgimisë shqiptare. Pjesëmarrja e grupeve në këtë festival është nga të gjitha kontinentet e botës. Kjo pjesëmarrje është një mundësi e jashtëzakonshme për të forcuar imazhin kulturor të Kosovës dhe për të ndarë me botën bukurinë e folklorit ton autokton edhe në kontinentin aziatik. Edhe një herë krah për krah të gatshëm do të tregojmë folklorin shqiptar me energji, stil dhe krenari. Do ta tregojmë historinë tonë më shumë ritëm, ngjyrë dhe zemër. Përveç qytetit Aqaba do të shkelim edhe në Petra dhe Aman dhe rruga jon do të na jepë gjithashtu një eksperiencë të re, sepse është hera parë në mbretërinë e Jordanisë të prezantohet një grup folklorik shqiptar nga Republika e Kosovës. Është ditët e mbushura me ritëm shqiptar përgjatë bregdetit të detit të kuq na presin me një program të pasur çdo mbrëmje. Kjo pjesëmarrje është mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Kosovës. Ansambli Lidhja e Prizrenit trashëgimi art dhe krenari kombëtare.